Atëherë, Selin, jemi bashk mbas një episodi goxha të ngarkuar, ai I të mërkurës, apo jo? Po. Një nga çështjet e cila ka qenë fort e diskutuar është shqetësimi I familjes tënde për faktin që ti po qëndron brenda shtëpisë me vullnetin tënd të lirë. Ti zgjodhe mbas takimit me mamin, mbas kërkesës që ajo bëri, të vazhdoje rrugtimin tënd, mbasi edhe folëm bashk. Dua të pyes tani direkt, ti po e vazhdon garën me vullnetin tënd të lirë apo po ndihesh e detyruar nga ku diun se çfarë? Jo, Ledion, normal që me vullnetin tim të lirë edhe unë kam bërë dhe shpjegimin tim, nëse do ishte për arsye se ndoshta unë jam shkaku pse mamaja ime kërkoi që unë të dilja, patjetër që do dilja dhe nuk do të diskutoja. Po për sa kohë arsyeja e saj ishin 48 orët e fundit të prajmit të kaluar, atëherë unë thash që do t'i qëndroj ballë atyre njerëzve që mendojnë se mund të më ulin apo mund të më njollosin emrin, gjë që nuk do ja lejoja kurrësi. Mamaja jote natyrisht që ka qenë shumë e shqetësuar atë ditë. Edhe pse gjërat ndodhen në mënyrë krejt të beftë, pra në momentin që unë po përshëndesja sponsorin e surprizës, në ato momente gjëja u duk sikur ndroi si nata me ditën. Ti ke qenë gjithashtu shumë e ngarkuar të enjte në orët e para të mëngjesit dhe besoj natyrisht qartësisht e ke përjetuar këtë sepse është e vështirë kur një nga njerëzit tu më të afërt të vjen edhe të bën pikërisht këtë lloj kërkese. Po, dua të di pse ti ke vendosur të ti qëndrosh deri në fund. Domethënë përtej asaj që thuaj që duaj që ti dal ball atyre njerëzve të cilët në thelb ishin për ty arsyeja sepse mamaja jote bëri atë kërkesë. Si fillim, Ledion, dua të them që këto 48 orët e fundit që pas prajmit për mua kanë qenë ekstrem shumë të ngarkuara. Kam gjetur momente që ndoshta kam qenë sytë e kamerave, kam gjetur momente që e komentojnë dhe banorët e tjerë nëpër tualete e nëpër cepa për të shprehur emocionet e mia me veten time. Arsyeja pse unë kam dashur të vazhdoj garën kanë qenë e njëjtë me atë që thash edhe në prajmin e kaluar, për të dalë ball edhe për të mbrojtur veten time përballë dy njerëzve që mendojnë se duke më fal se kam shumë emocione tani. Nuk ka problem. Po duke përballë dy njerëzve që mendojnë se duke paragjykuar edhe duke më dhënë mua epitete që nuk më takojnë në mënyrë absolute, mund të ecim përpara në këtë garë. Un kam pas debate shumë të forta këtu brenda. Arsyeja vetme pse un kam vendosur të vazhdoj garën ka qenë sepse jo një roger dhe një mirë, po edhe shtat si ato, mua kurse nuk mund të më ndalojnë mua nga qëllimet e mia, ëndrat e mia apo ato nga rrugtimi im që kam zgjedhur të bëj në Big Brother. Nuk është faji im pse dy burra zgjedhin të më vendosin epitete që nuk më përkasin. Arsyeja pse unë kam qëndruar ka qenë për t'i bërtitur fenomene, dhe unë e kam thënë shumë herë këtu në shtëpi, që kur jeni ju që jemi në të njëjtin rreth, në të njëjtin jemi të gjithë artista dhe ju bëni disa komente të këtij lloji, atëherë kundërshojmë ne nga disa njerëz që janë të rëndomë nëpër rrugët e Tiranës që lëshojnë komente të ndryshme. Ndaj pse unë rri këtu edhe vazhdoj të rri kundra fenomeneve apo gjërave që këto thonë, nuk do thotë se mua më përfaqëson në mënyrë absolute, po kjo është për të bërë zëri dhe atyre vajzave që ndoshta janë atje jashtë edhe me komente të këtij lloji hasen për ditë, edhe për t'i treguar shqiptarëve që Selin këtu brenda nuk ka ardhur për këto qëllime, po ka komplet qëllime të tjera dhe është komplet një tjetër Selin dhe jo këto që mundohen të më vendosin mua në për të tilla pozicione. A mendon Selin se mamaja jote, Jasmina, por gjanën familja jote është gënjur nga vendimi yt për të qëndruar në shtëpi? Ledion, nëse kthehemi pak para në kohën që ka qenë Gimbo, një arsyeja pse unë ndoshta nuk po nisja një marrëdhënie me Gimbon ka qenë konfirmimi familjes time. Dhe mbaj mend në prime të kem thënë që nuk është se unë e kam frikë familjen time, por respekti im kundrejt tyre është aq i madh sa që askush përpara tyre nuk mund të më nuk i zvendçoj dot me asnjë gjë. Domethënë, nëse ka njerëz që kanë veten në tyre të parë, për mua është familja ime. Zgënjur nuk do thoja, thjesht gjej momentin për t'i thënë që keni besim tek unë. Kjo është thjesht për të
për një mekanizëm për të mbrojtur veten time, për të mbrojtur qëllimet time të mia, për të mbrojtur të ardhmen time. Respekti im kundrejt familjes time është shumë i madh. Unë e di që ato këtu brenda janë bërë pjesëtar dashje pa dashje, sepse kështu kanë zgjedhur të tjerë të luajnë, jo sepse unë nuk kam dashur t'i respektoj, po ato duhet të kenë besim te unë dhe unë patjetër që kam besim që ato nuk mund të jenë zhgënjur nga unë. Domethënë, jam shumë e bindur që suportin e tyre e kam akoma. Thash, nëse do ishte ndopak arsyeja në lidhje me sjelljen time apo me qëndrimin tim këtu brenda, patjetër që as nuk do të diskutoja në mënyrë absolute, po për sa kohë kishte të bënte me qëndrimet e disa personave të tjerë që nuk i komandoj dot unë dhe nuk i drejtoj dot unë, po vetëm mund t'i sulmoj dhe mund t'i kundërshtoj për ato çfarë ato nxjerrin nga goja, atëherë kjo ka qenë arsyeja vetëm pse unë e kam vazhduar. Okej, Selin. Po në fakt kam qenë shumë e shqetësuar, të them drejtën, edhe nuk e di jam munduar shpesh herë të dhoma rrëfimit, jam shprehur me produksionin, sepse jo vetëm për ditur që a e kanë marrë konfirmimin tim që ideja është unë thjesht kam patur dëshirë të vazhdoj garën, edhe për të qëndruar këtyre sulmeve përballë, dhe thjesht nuk kam dashur domethënë ta marrin si një disrespekt nga ana ime për to. E qartë, besoj ata që të njohin shumë më mirë se sa pjesa që të ka njohur vetëm gjatë këtij edicioni të Big Brother, natyrisht uroj ta kuptojnë shumë më shumë në krahasim me të tjerët. Mirë, të falenderoj, të them që të kthehesh në dhomën e ndenjes, sepse do të vazhdojmë diskutimin pikërisht për këtë temë. Okej. Faleminderit Selin. Lidia, më them një gjë? Patjetër. Okej, mami, babi ju dua pafund. Thank you.